Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, gjithhamdi falenderimet dhe lavdia e plotit e kanë të madhit Allah fuqi plot. Salate dhe selame çdo herë dhe panda i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam. Ju miq të nderuar dhe shumë të respektuar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen dhe mirësit e Allahut fuqi plot, po fillojmë një rrugtim të ri, një projektonin të ri, i cili ka të bëjë me një kaptin nga kaptinat e Kur'anit famlart, e cila është e veçantë në raport me gjitha kaptinat tjera të Kur'anit, nga se Allahu si një kaptin e gjatë e zbriti të tërën komplet. Fjala është për kaptinën An'am. Këtë rrugtim tonin së bashku e kemi titulluar Në thellësitë e surës An'am. Sigurisht se dietarët dhe ulemaja, koloset e islamit, nga gjeneratat e para e deri në kohën tonë, në raport me kaptinën An'am, kanë thonë shumë gjëra, kanë shkruar shumë perla. E lusë Allahu në fuqi plot që në këtë rrugtim që po e fillojmë nga sot, Allahu të na dhuron bekimet dhe sukseset që në këto thellësi dhe në këtë meditim që do të meditojmë së bashku me porosit, me ajetet, me mësimet e kësaj kaptine të madhe, të dalim me përfitime dhe me dobi sa më shumë. Emisionin e parë në këtë rrugtim e kemi titulluar Stuhi nga drita. Të frymzuar pikrisht nga drita e madhe që sjell në vetvete kjo kaptinë e jashtëzakonshme e Kur'anit fisnik, por edhe nga ajo stuhia e asaj drite të madhe e cila ka ndodhur pikrisht në momentin kur Allahu fuqi plot ja zbriti pejgamberit a.s. këtë kaptin në Mekë. Ky takim do t'jetë hyrje dhe njohuri të cilat do të na nevojiten të njihemi dhe të fillojmë socializimin në këtë udhtim që do ta kemi për shumë javë së bashku me ajetet dhe vargjet e surës An'am. Pozita e kaptinës An'am në raport me kaptinat tjera të Kur'anit, ju tani me vëllezër dhe motra e dini që Kur'ani fisnik përbëhet nga 114 kaptina. Pozita e kaptinës respektivisht surës An'am është një pozitë e veçantë, nga se kjo kaptina An'am, kaptina e bagëtive, kështu mund ta përkthejmë në gjuhën tonë, paraqitet si një stuhi nga drita, e cila shoqërohet me një numër të madh të melekëve që në momentin kur Allahu ja zbriti pejgamberit a.s. sikur transmetohet në hadithet e vërteta dhe të sakta, momentin kur Allahu ja zbriti pejgamberit a.s. këtë kaptin, një numër i madh i melekëve ishin në përcjellje në shoqëri të zbritjes së kësaj sure të madhe, në zemrën dhe shpirtin e bardhë të dashurit ton Muhammedit a.s.
sikur transmetohet në hadith, 70.000 melek engjëj shoqëruan dhe zbriten në momentin kur Allahu fuqiplot e porositi krye melekun Gjibrilin a.s. që me këto ajete dhe vargje të kësaj kaptine t'i mbushet për plot dritë zemra e të dashurit ton Muhammedit a.s. Këto ajete të kësaj kaptine t'i dhurojnë fuqi dhe energji të jashtëzakonshme pejgamberit a.s. e që në momentin kur kjo sure i zbriti pejgamberit a.s. pejgamberi përjetonte sfida dhe momente shumë sfiduese dhe të vështira në Mekë, kundërshtimet dhe armiqësia e ignorantëve, e idhujtarëve, e kundërshtarëve të Kur'anit dhe të pejgamberit, armiqësia ishte jashtëzakonisht e tmerrshme dhe kundërshtimi ishte i pa kompromis që ata e ushtronin këtë armiqësi, këtë kundërshtim ndaj të dërguarit Allahut, Muhammedit a.s. dhe besimtarve të tij. Ky numër i madh i melekëve, të cilët e zbriten dhe shoqëruan zbritjen e kaptinës An'am, ishte një zbritje dhe një shoqëri e cila karakterizohej dhe shoqërohej me madhrime dhe lavdata ndaj krijuesit Allahut te baraka wa taala. Prandaj nga kjo veçori kuptojmë se pozita e kaptinës An'am si kaptin dhe sure e veçantë në raport me gjitha kaptinat tjera të Kur'anit fisnik është një pozit e lartë dhe një grad jashtëzakonisht e lartë në mesin e sureve të Kur'anit. Kur zbriti dhe pse zbriti kjo kaptin e Kur'anit në zemrën dhe shpirtin e bardhë të dërguarit ton Muhammedit a.s. Koha dhe momentumi kur zbriti kjo kaptin, siç aludum më herët, ishte një periudhë dhe një kohë shumë e vështirë në të cilën jetonte dhe e përjetonte këtë periudhë të vështirë me përplot armiqësi e kundërshtime i dashuri ynë Muhammedi a.s. Ishte një periudhë jashtëzakonisht e ndihshme ku kishte një përballje të fuqishme mes të vërtetës dhe të pavërtetës, mes thirrjes në besimin e drejtë dhe në njëshmërinë ndaj krijuesit një fuqi plot dhe pretendimeve, kocirave dhe të pavërtetave të idhujtarëve dhe idhujtarisë e atij mentaliteti dhe asaj mendësie ignorante dhe kryeneqe. Bestytnit dhe idhujtaria e sundonin shoqërinë dhe mbar Mekën në kohën dhe momentin kur zbriti kjo sure me shumë ajete. Prandaj një nga objektivat dhe qëllimet kryesore të vargjeve të kësaj sure dhe ajeteve të kësaj kapitine ishte pikërisht që të çrënjoset dhe të zhduket idhujtaria dhe mendësia idhujtare, njëkohësisht bestytnit të cilat e kishin pushtu shoqërinë dhe pothuajse çdo shpirt të asaj shoqërie e kishin pushtu bestytnit më të pa arsyeshme. Prandaj, po e përmbyllim me një fjali, zbritja e kaptinës An'am në kohën dhe momentumin kur i erdhi të dashurit ton Muhammedit a.s. muslimanëve dhe mbar njerëzimit, ishte një thirrje e fuqishme për kthim tek Zoti i botrave, tek krijuesi fuqiplok Allahu te baraka wa taala. Nëse ndalemi dhe i numërojmë disa prej
karakteristikave të kësaj kaptine, sigurisht ne po i përmendim disa prej atyre veçorive dhe karakteristikave kryesore që e karakterizojnë kaptinën En'am. Karakteristika e parë, siç edhe aluduam më herët, është se kjo është prej sureve të pakta e cila zbriti komplet, e tëra. Do të thotë prej sureve të gjata, nga se surja En'am konsiderohet prej sureve të gjata, zbriti e tëra për një herë, e që kjo është një veçori e rallë në Kur'anin famlart. Një karakteristik tjetër e kësaj kaptine është se ajetet dhe vargjet e kaptines En'am flasin me thellësi për madhështin, madhërin dhe njëshmerin e Allahut fuqi plot. Do të thotë kemi përplot ajete nga kaptina En'am, në të cilat ajete ka përplot argumente, prova e dëshmi, të cilat flasin për madhështin dhe njëshmerin e krijuesit fuqi plot. Një karakteristik tjetër e kësaj sure është se ajetet dhe vargjet e kaptines En'am i japin një energji dhe një fuqi zemrave të besimtarve përballë sprovave dhe përsekutimet që ata i përjetonin në atë kohë. Do të thotë ishte një fuqi dhe një energji e cila i përmbushi zemrat e besimtarve duke ju dhuruar fuqi, kurajo, rezistencë, vazhdimsi përkundër sfidave dhe përsekutimeve që ata i përjetonin. Nëse ndalemi tek tematikat dhe temat të cilat i trajton dhe i prek kaptina En'am, respektivisht ajetet e saj, kishim me i veçu disa prej temave të cilat i trajton kaptina En'am. Prej temave të para dhe prej temave që fuqishëm i trajton kaptina En'am dhe versetet e kësaj kaptine është besimi i drejtë dhe i pastërt, akideja e pastërt dhe përgatitja e mendësisë dhe disponimit për të përqafu parametrat dhe konceptet e besimit të drejtë dhe akides së pastërt që nënkupton njëshmërinë ndaj krijuesit fuqi plot dhe largimin dhe distancimin prej çfarëdo lloj idhujtarie e bestytnie e veprimeve ignorante që mund të ta përcjellin dhe ta shoqërojnë çdo individ. Një temë tjetër që trajton kaptina dhe versetet e surës En'am është se trajtohet me kujdes dhe me përplot argumente dhe prova shpallja e të vërtetës dhe argumentet hynore. Është shumë e rëndësishme që argumentet e qiellit, argumentet hynore të kuptohen, të lexohen sakt dhe drejt, e pastaj të bindemi në të vërtetën e madhe të shpalljes e cila është e vërteta e vetme e që nuk mund të rivalizoj asnjë storje dhe asnjë narrativ tjetër madhështinë e të vërtetës së madhe. Një temë tjetër që e trajton kaptina En'am është refuzimi pa kompromis i idhujtarisë dhe i bestytnive besimeve të kota. Do të lexojmë ajete të shumta se
si Allahu fuqi plot, brenda vargjeve të surës En'am, refuzon idhujtarin, por edhe besimet e kota, respektivisht bestytnin. Nga se një prej objektivave kryesore të kapitines En'am është edhe zhdukja e mendësisë së gjahiljetit, asaj ignorance të pa kuptimt, e cila i ka përcjell njerëzit dhe e ka pushtu atë shoqëri brez pas brezi e gjenerat pas gjenerate. Një tematik tjetër që trajton kaptina En'am është përballja dhe ballafaqimi i drejt për drejt me adhuruesit e idhujve, në këtë rast me idhujtarët, mushrikinët, dhe zbardhja dhe baltosja e rrëfimeve të tyre, narratives së tyre të paqëndrueshme dhe shkatrimi i argumenteve, po themi në thojza, të gjithë atyre të cilët ishin idhujtar dhe e manifestonin idhujtarin në jetën e tyre në përditshmëri. Këto janë, do të thot, ato temat boshte kryesore që kur i lexojmë ajetet e kapitines En'am, i nënvizojmë dhe i veçojmë këto tematika. Veçoritë dalluese të kësaj kapitine, kishim me i numru disa prej veçorive. Në ajetet e kapitines En'am lexojmë pohime dhe konfirmime të qarta, madje konfirmime që janë vendimtare, të cilat e karakterizojnë dhe e veçojnë Islamin dhe konceptet e mësimeve islame. Po ashtu një veçori dalluese e kësaj sure është se në këtë sure kemi një numër të udhëzimeve të cilat janë të drejt për drejta, të cilat ju sugjerohen dhe ju ofrohen besimtarve. Si dhe një veçori dalluese e kësaj kapitine është se ajetet dhe versetet e kapitines En'am provojnë që të ngritet sa më lartë vetdia e besimtarit dhe pastaj ajo vetdije dhe ai ndërgjegjësim ta ndërtoj dhe ta qetësoj zemrën e çdo besimtari. Kur ndalemi dhe i analizojmë metodat e thirrjes të cilat janë brenda vargjeve të kësaj sure, shohim disa metoda që në brendin e ajeteve të kapitines En'am i kuptojmë, i lexojmë, i shohim, dhe ato metoda njëkohësisht duhet të na shërbejnë neve dhe ne duhet të shërbehemi dhe të përfitojmë nga këto metoda kuranore të kapitines En'am në ballafaqimet tona me njerëzit e shoqërisë tonë, nga se edhe në shoqërinë tonë kemi njerëz të cilët kanë mentalitete të tilla apo mentalitete të ngjajshme me mentalitetet të cilat i ka zbardh si mendësi të gabuara kapitina En'am. Prandaj metodat e thirrjes në surën En'am janë rrëfime dhe histori nga përvoja dhe eksperienca e profetëve dhe pejgamberëve të Allahut, shembuj të zgjedhur nga jeta dhe bota në përgjithësi, pohime dhe mësime të qarta, po asnjë dilemë dhe me dyshje, të cilat neve na nevojiten dhe ato duhet dhe ne me ato duhet të shërbehemi gjatë jetës tonë dhe duhet t'i kuptojmë si manuale shumë më rëndësishme në jetën tonë, si dhe premtime dhe paralajmërime që e zgjojnë ndërgjegjen e çdo besimtari. Sikur çdo sure pothuajse në vetvete ka kapitullin e premtimeve dhe shpërblimeve, por edhe është ai kapitulli i paralajmërimeve dhe qortimeve që shumë sure në brendin e tyre
kanë këto dy kapituj. Mesazhet që kishim me i veçu nga kaptina An'am, sigurisht se nuk është tani ideja që ne të numërojmë dhe të përmbledhim gjitha mesazhet e mundshme që ulemaja dhe dietarët islam i kanë nënvizuar, por po i nënvizojmë ca prej mesazheve të kaptinës An'am. Surja An'am nafton që të kthehemi sinqerisht dhe fuqishëm tek Kur'ani famlart, nga se Allahu Kur'anin e zbriti që ky Kur'an fisnik tjetë udhërfyes, udhëzim dhe dritë e fuqishme për ne. Pastaj mesazhet e kaptinës An'am naftojnë që të meditojmë fjalët e Allahut, pastaj naftojnë që të veprojmë sipas udhëzimeve dhe mësimeve të Kur'anit famlart, si dhe një mesazh tjetër që mund ta nënvizojmë nga kaptina An'am është mesazhi i cili na fton që ne të e adhurojmë Allahun ton me plot bindje dhe me sinqeritet, nga se kjo është rruga e shpëtimit në të dy botët. Këto janë disa prej mesazheve të cilat mesazhe naftojnë të dala nga kaptina An'am, neve naftojnë drejt këtyre shtigjeve. Po e bëjmë një pushim të shkurtër dhe po kthehemi me pjesën e mbetur inshallah taala, duke vazhdu të zbardhim dhe të njoftohemi sa më shumë me karakteristikat dhe pasurit e kaptinës An'am. Pas pak takohemi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë me pjesën e mbetur të këtij takimi. Jemi në këtë takim të cilin e kemi titulluar Stuhi nga drita. Jemi duke bë përpjekje që të njihemi sa më shumë me brendin e kaptinës An'am. Përmendem disa aspekte të cilat janë të nevojshme t'i njohim në raport me kaptinën An'am. Dua të ndalem tek një aspekt i veçantë i kaptinës An'am, i cili ka të bëjë me vetë ndikimin dhe impaktin e kaptinës An'am me jo besimtarët. Është interesant të ndalemi pak edhe tek ky aspekt. Cili ishte ndikimi kur kjo sure i zbriti pejgamberit a.s. dhe e përmbushi fuqishëm zemrën e bardhë dhe shpirtin e madh të dashurit ton sallallahu alaihi wasallam. E tham në fillim të këtij takimi, një prej veçorive që e bën të veçantë kaptinën An'am si një kaptin e gjatë me shumë ajete, është se kjo sure i zbriti pejgamberit a.s. për një herë, e tëra komplet. Dhe është shumë më rëndësi të ndalemi tek disa momente t'i veçojmë se cili ishte ndikimi i kësaj sure, ndikimi i thirrjeve të fuqishme argumenteve të cilat i drejtohen jo besimtarve dhe si ishte reagimi i tyre. Të dashurit e mi, edhe ata të cilët e mohojnë të vërtetën dhe rashtohen si kundërshtar të vërtetës, është e pamundshme që ata mos të ndikohen në momentin kur ai kundërshtari tyre, po them kështu, ju bën thirrje dhe i thret ata, dhe në veçanti
kur thirrja shoqërohet me argumente, me dëshmi dhe me prova të fuqishme. Në këtë rast, kaptina En'am nuk i zbriti vetëm pejgamberit dhe besimtarve, nga se ne e kemi gjithmonë parasysh se Allahu fuqiplot Kur'anin ja zbriti mbar njerëzimit. Dhe thirrjet, argumentet, provat e fuqishme që janë në brendin e vargjeve të kaptinës En'am ishin shumë provokuese për jo besimtarët. Prandaj, ata nuk gjindeshin mirë në ato momente, nuk ndiheshin mirë, ishin të papërgatitur, ishin të pafuqishëm që të replikonin dhe gjenin argumente. Në fakt, idhujtarët dhe idhujtaria nuk kanë argumente, nga se bindjet dhe bestytnia që e mbërthen një njeri dhe ai pastaj atë e shpërfaq idhujtarinë e tij, është komplet pa sens, është komplet pa logjik. Si? Më lejoni ta analizojmë së bashku praktikisht mendësinë dhe mentalitetin e pa logjikshëm të idhujtarëve. Idhujtarët dhe idhujtaria në kohën kur zbriti Kur'ani, tani në rastin ton, në kohën kur zbriti kaptina En'am, ishte idhujtari e larmishme, që nënkupton se në Mekë kishte lloj-lloj idhujtarie. Nuk ishte vetëm një lloj i idhujtarisë. Putat dhe zotnat atyre të rejshëm, statujat, idhujt, ishin të ndryshëm, qoftë për nga pamja, forma të ndryshme, qoftë për nga përmbajtja. Po e zëm, në kaptinën En'am, si do të vim në emisionet në vazhdim, ka pas mentalitete dhe bestytni që disa bagti, prandaj Allahu fuqiplot një prej urtësive që këto vargje të kësaj kaptine e mërtohen, apo kjo sure e bart emrin En'am, kaptina e baktive, është se ka pas bakti të caktuara nga grupe të caktuara që një grupi njerëzve kanë konsideru bakti të caktuar si zotra të tyre të rejshem dhe i kanë marë për idhuj dhe i kanë adhuru për zgjalli. Por çfarë na thot historia e tyre? Në momentet e caktuara, ato grupet njerëzve, kur kanë ngel pa ushqim, bagtin një kafsh që ka mund tjetë dele, ka mund tjetë deve, ka mund tjetë dhi, veç ku ta diune, në një moment kur ata kanë ngel teoritur, kanë vendos me therë, me prej dhe me hongër mishin e saj. A disa momente më heret, kafshën e njëjtë e kanë konsideru për Zot dhe shpresën e tyre, fatin e tyre e kanë ndërlidh me këtë kafsh që ka qenë idhulli i tyre. Prandaj, një veprim dhe një mendësi e këtill, a ka logjik? Asnjëherë. Nuk ka fare logjik. Prandaj, argumentet e fuqishme të kaptinës ton En'am nuk i lanë rahat jo besimtarët. Sikur sot në kohën ton, nëse neve në rastis të bisedojmë dhe të takohemi me një njeri, i cili nga bindja e tij e lirë, ai ka në një përfundim dhe besimi i tij është i atill çfarë ai e ka. Por në fund, neve konceptet dhe mësimet e Islamit na tregojnë se ai është i zhytur thellë në bestytni. Sikur shumë njerëz bestytni rrjedhimisht idhujtari. Sikur ka njerëz të cilët besojnë në varre të caktuara, besojnë në gur
të caktuar, besojnë në druj dhe pemë të caktuar, në shpella të caktuara, në mure të caktuara, në shenja dhe simbole të caktuara, në kafsh të caktuara, e pastaj kjo bindja e tyre shpërfaqet dhe manifestohet varësisht prej bestytnive që ata i kanë trashëgu nga familjarë dhe të partë e tyre. Në fund, kur ti bisedon dhe debaton me llojin e këtyre njerëzve dhe me mendsinë e tyre, kur në fund ne këto bindje i vendosim në peshorën e argumentit, logjikës, arsys, dhe në peshore këto na dalin besime të parësyshme. Si ka mundësi një njeri i gjallë tër fatin e tij me ndërlidh me një varr. Shumë herë njerëzit të cilët janë të varrosur në ato varre, nuk u dihet biografia e tyre. Mund t'ju dihet emri i tyre, por shumë gjëra nga jeta e tyre nuk dihen. Si ka mundësi njeriu fatin e tij, qoftë ai student, fatin e tij në jetën bashkëshortore për krijimin e familjes së tij, fatin e fëmijëve të tij, fatin e biznesit të tij, fatin e harmonisë jetës së tij familjare dhe të familjes, talen dhe ta shpresoj tek një varr, tek i vdekur i cili gjendet brenda atij varri. Me të vërtet kjo është e papranueshme. Me të vërtet kjo është e dhimbshme. Kjo është shumë e paarsyeshme. Prandaj ka ardhur kjo sure e madhe dhe e fuqishme, përplot me argumente, si një stuhi drite e fuqishme, që neve çdo lloj errësire të na ndriçoj. Tani në kuptimin figurativ këtë thash. Errësirat janë dilema, errësirat janë dyshime, errësirat janë bindje, të cilat ne një pjesë e shoqërisë tonë i ka pranu dhe i ka trashëgu pa mendu qetë dhe pa i logjiku në mënyrë të arsyeshme ato bindje. Ani pse ato janë bindjet e prindërve tu, ani pse ato janë bindjet e të parëve tu. Kurani, një prej koncepteve që Kurani fuqishëm ka insistu me përmisu, është narrativa se ne nuk larguemi për rrugës të parëve tonë. Ne jemi të vendosur t'i pasojmë etrit tonë. Edhe në kohën tonë dhe në shoqërinë tonë, tani po du me tërhek një paralele, në shoqërinë tonë, tani po flasë tu për Republikën tonë në Kosovë, këto 2 vitet e fundit, ka një thirrje, ani pse kjo thirrje është një thirrje shumë e zbet, është një thirrje shumë e dyshimt, për plot mjegull, e as pak fare nuk ka logjik, ka një thirrje që dikush në emër që ne t'i mbrojmë vlerat tona, në emër të asaj që ne të mos largohemi nga rruga e të parëve tonë, e cila ndërlidhet me identitetin tonë, ndërlidhet me prejardhjen tonë, ndërlidhet me ardhmerin tonë, dëshirojnë të bëjnë zhurmë, vetëm dëshirojnë të bëjnë zhurmë dhe po asnjë lloj argumenti kërkojnë që të kthehemi tek trungu i vjetër. Unë jam habit me guximin e disave që janë edhe prisa fetar, si ata guxojnë që të thrasin dhe të shkruajnë që të kthehemi tek trungu i vjetër. Cili është trungu i vjetër? Trungu i dhujtarisë, trungu i bestytnive, trungu i cili është i përzir mix mendësi pagane
idhujtare bestytni, kur ne jemi në rrugën e pastërt dhe të qartë në besimin e drejt në Zotin një, në adhurimin ndaj krijuesit një, pa ndërmjetësime, pa dilema, pa dyshime, pa idhujtari, pa bestytni. Prandaj, tani jam duke folur në mënyrë bazike për kuptimin e drejt të besimit të drejt dhe adhurimin ndaj Zotit një. Prandaj, kjo sure shkaktoi një panik të madhe tek jo besimtarët në Mekë, të cilët nuk ishin në gjendje që të ballafaqohen dhe t'i replikojnë argumentet dhe forcën dhe fuqinë edhe dritën e kësaj stuhie, siç e kemi quajt të kaptinës En'am, që ata t'i sjellin argumentet e tyre të cilat ishin argumente të cilat nuk qëndrojnë asnjëherë. Dëshiroj ta bëj një rezume me disa fjali, nga se kemi ardhur në fund të këtij takimi. Kaptina dhe surja En'am kërkon nga ne që shiqimi ynë, shikimi i njeriut dhe përdorimi i arsyes njerëzore që Zoti na dhuroi këtë dhunti, t'jen pasqyra e tij e brendshme. Edhe një herë, vëllezër dhe motra, surja En'am kërkon nga ne që shikimi i njeriut dhe përdorimi i arsyes logjikës t'jetë një pasqyre e brendshme që ne nëpërmjet kësaj pasqyre të brendshme do të shohim dhe do të zbulojmë ato të cilat janë të pavërteta, ato të cilat janë mëdyshje, ato të cilat janë bestytni, dhe pikërisht kjo pasqyre pastaj neve na mundson edhe ta shohim të vërtetën dhe t'i dallojmë gjërat cilat janë të vërteta dhe cilat janë të pavërteta. Ne shumë herë dhe shumë kolegë të mi dhe shumë hoxhallar në këtë studio, shumë herë në vazhdimsi e kanë përsërit dhe e konfirmojnë fuqishëm se Islami i jep rëndësi të madhe mendjes, arsyes, logjikimit të gjërave, dhe të gjitha këto janë instrumente që nëse ne i funksionalizojmë dhe i bëjmë aktive, atëherë këto neve na mundsojnë me pa qartë dhe drejt për drejt dritën e fuqishme të shpalljes në këtë rast të Kur'anit famlart. Surja En'am është brendësia dhe ajetet e saj janë të përkushtuara drejt thirrjes islame dhe argumentimit për të vërtetat e Islamit, duke i ofru këto argumente kundërshtarëve dhe mohuesve, duke filluar nga ata të cilët janë të zhitur në idhujtari, pastaj ata të tjerët që i kanë mbërthy bestytnia dhe besimet e kota, e pastaj ata të tjerët të cilët po ashtu janë të zhytur dhe të fundosur në mendësinë e ignorancës dhe të gjahiljetit. Kjo sure mund të themi sikur kanë thënë dietarët islam e në mesin e tyre edhe dietari i këtij shekulli, një nga dietarët e këtij shekulli, tani më rahmetliu, Tuhmazi, është sure e debatit. Surja En'am është sure e argumenteve. Do të thotë sure e cila thret për debat gjithë ata të tjerët të cilët kundërshtojnë dhe kanë pretendimet e tyre, urdhroni të hapim debatin dhe të ofrojmë argumentet dhe pastaj në fund të gjykojmë
se kush argument është më i vërtet dhe cili argument është i dobët. Prandaj e lutim Allahun te baraka wa taala që këto dritat fuqishme të jenë udhëzim për gjithë ne drejt të vërtetës së madhe, e vërteta e madhe është vetëm një, dhe kjo sure, e lusë Allahu dhul xhelal, njashtu sikur i ka dhuru fuqi dhe forcë dhe shumë energji zemrës dhe shpirtit të bardh të dashurit ton sallallahu alaihi wasallam, e lusë Allahun fuqi plot që zemrat dhe shpirtat ton po ashtu të përmbushen për plot fuqi dhe energji me dritën e madhe të ajeteve të kapitullit En'am, e cila do të na shoqëroj gjithë neve deri në rrugtimin dhe udhëtimin ton tek Zoti ynë te baraka wa taala. Elus Allahun fuqi plot, kudo që gjindeni dhe kudo që jeni, ju miq të nderuar, të jeni nën kujdesin dhe në mbrojtjen e të madhit Allah fuqi plot, gjithë ju dhe ne dhe dashurit ton. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.